Këtu është horoskopi e enjte 17 prill 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Mund të them se ky është një raund në anën tuaj, udhëtimet dhe udhëtimet janë të favorizuara, jeta profesionale në rikuperim të madh, projekte. Nëse do të kishte një ndarje ose një problem në dashuri, tani mund të rikuperoni një marrëdhënie që ju intereson ende. Demi. Në dashuri për disa ka pasur një zhgënjim ose një fazë rishikimi. Ju nuk mund të prisni që të përfundoj një detyrë e caktuar që nuk ju pëlqen më, lëvizni tani për të gjetur një të re. Binjaket. Rishikimi i ditës dhe mbase edhe i një nervozizmi të fortë. Në dashuri vetëm çiftet që kanë kohë që janë larg janë në konflikt të madh. Gaforja. Një projekt do të duhet të ndryshohet, sillni përpara idetë tuaja për tu përmirësuar. Kontaktet e vështira, por si zakonisht jeni ju që paguani për to nuk mund të jesh sipërfaqësor dhe duke thithur tensionin nga jashtë, stomaku vuan. Luani. Bashkëfaqësi dhe miqësi, këtë do të dëshironi ta kishit. Shpejtoni kohën kur bëhet fjalë për punë, hapni dyert për mundësi të reja. Virgjeresha. Dita e ndarë në 2 gjysma të sakta, pasditja më e mirë se mëngjesi. Projektet e reja të punës kërkojnë financim. Në dashuri, kushtojini vëmendje historive. Peshorja. Ka hije, nëse jeni i vetëpunësuar, hiqni gjërat e rëndësishme. Ju duhet të punoni shumë për të fituar kohën e humbur. Akrepi. Përballoni këtë ditë në një mënyrë të qetë. Lajm i mirë gjatë rrugës, ju mund të kompensoni një dashuri të prishur ose marrëdhënie biznesi. Shigjetari. Sot mund të vinë lajme të mira. Mos nënvlerësoni një propozim interesant. Britsjapi. Për habim për sa i përket dashurisë, 2 javët e fundit mund të kenë sjell tashmë disa përgjigje të rëndësishme. Ju nuk mund të rregulloni atë që po ju shqetëson menjëherë, do të merrni konfirmimin në lidhje me punën. Ujori. Ditë interesante për dashurinë, për takimet, për lidhjet që mund të lindin edhe papritur në këtë periudhë. Ata që duhet të tregojnë cilësitë e tyre ndihen sikur po hyjnë në skenë, ka disa pengesa për të kapërcyer. Peshqit. Kjo është një periudhë që kërkon pak vëmendje në marrëdhëniet e punës dhe nuk përjashtohet që tashmë të keni marrë një rikonfirmim të vogël, gjithmonë më mirë se asgjë. Këdo që e keni hequr me forcë ose me fat do t'ju afroj. Mundohuni të mos ktheheni në shtigje që do të harroheshin. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Shihemi së shpejti.